Fituesi i shtëpisë më të famshme në Shqipëri, Luizelli, ka ndezur kurreshtin e ndjekësve me një postim enigmatik që duket më shumë si trailer i një filmi sesa një histori e zakonshme në Instagram. Në imazhin e publikuar ai shkruan: "Në shkurt 2026, lajmet do të bëhen film dhe filmi do të bëhet lajm." Ky njoftim i ka bërë fancat të mendojnë se më në fund po konkretizohet projekti për të cilin ai dhe Kiara Tito kanë folur muaj më parë. Prej disa kohësh çifti më i komentuar i showbizit shqiptar është përfolur për një film romantik, ku të dy do të jenë protagonistët kryesorë. Në një intervistë dhe në maj, Kiara kishte zbuluar për herë të parë planet për këtë projekt. "Jemi duke organizuar për të bërë një film bashk. Është hera e parë që e them publikisht." Luizi e ka përmendur ndonjëherë në story, por tani po flasim për diçka konkrete. Është një projekt që e kemi për zemër dhe mezi presim ta realizojmë. Burime pranë çiftit bën me dije se xhirimit pritet të nisin së shpejti, ndërsa projekti po përgatitet me kujdes për të sjellë një histori që përzien realitetin me artin, pikërisht ashtu si Luizi e paralajmëroi në mesazhin e tij. Edhe pse titulli dhe ekipi realizues nuk janë bërë ende publik, një gjë është e sigurt: Luizi dhe Kiara po përgatisin diçka që do të bëhet po aq lajm sa edhe film. Na duhet të rikujtojmë se Kiara Tito dhe Luizelli u njohën gjatë qëndrimit të tyre në shtëpinë më të famshme në Shqipëri. Ju lutem klikoni tek butoni subscribe për të marrë të rejat më të fundit nga showbizi shqiptar.